Eksperti zbulon recetën. Jasi të largoni erën e keqe të këmbëve. Era e keqe e këmbëve është një problem për çdo njeri. Si shtonë ekspertët, zhytja e këmbëve në çaj mund t'ju ndihmojë të zhdukni problemet e këmbëve dhe aromat e këqija të këmbëve të djersitura. Në fakt, kjo metodë njihet si një trajtim më i njohur shtëpiak për lehtësimin e tyre. Koha se sa duhet t'i mbani këmbët e zhytura në çaj varet nga djersitja dhe aroma e keqe që mbajnë. Çdo zhytje duhet të zgjasë të paktën një orë për të qenë efektive, ndërsa preferohet t'i zhytni në çaj të gjelbër. Produktet që u nevojiten për të trajtuar këmbët në çaj janë në qese çaji të zi, 4 gota ujë të nxehtë dhe një legen. Gotat e ujit të nxehtë derdhin në legen, pastaj i shtoni edhe çajin e zi. E lini çajin të qëndrojë për 10 minuta, pastaj i vendosni këmbët. Këtë proces e përsërisni një herë në ditë dhe do të kënaqeni me rezultatet në fund që do të keni për këmbët tuaja.